Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi dhe madhërimi takon Allahut fuqiplot. Salavata dhe selame qofshin mbi Muhammedin alayhis salatu wassalam, familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe të gjithë ata që kanë ndjekur, janë duke ndjekur dhe do të ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar telespektatorë dhe ndjekës të këtij emisioni, më lejoni që të gjithëve të u përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dhe njëherë që të gjithëve të auroj muajin e bekuar të Ramazanit, me lutje që Allahu fuqiplot këtë muaj të bën një muaj sa më të begatshëm, të bën një muaj ku përfitimet tona do t'jenë sa më të mëdha dhe dobitë e muslimanit në këtë muaj do t'jenë sa më të shumëfishta. Padyshim se ky muaj me vete sjell dobi të shumta dhe dobi të panumërta, po një nga ato dobi është se ky muaj bën edhe fuqizimin e vlerave humane, të cilet janë të domosdoshme për orientimin, për disiplinimin, për vlerësimin e koncepteve dhe sjelljeve, si qoftë ajo për jetën publike apo edhe atë private. Nga se pa një sistem të vlerave njerëzore, një shoqëri kalon pra asaj shoqërie njerëzore drejt asaj shtazërore, e cila si e tillë do të udhëheqej nga instinktet e ndryshme. Padyshim që vlerat me të cilat erdhi Islami janë të shumta, por neve sot do të mundohemi të fokusohemi në atë se si muaji i Ramazanit kontribon në fuqizimin e tyre në një kohë kur jemi duke u ballafaquar me sfida të ndryshme, të cilat pothuajse janë duke i shndruar të gjitha ato vlera të cilat ishin statike dhe të fuqishme për të i përballuar sfidave të kohës në vlera të lëngshme që pothuajse janë duke u asgjësuar nga shoqëria jonë. S'ka dyshim se Allahu fuqiplot, i cili e krijoi njeriun dhe i zbriti Kur'anin famëlart, po edhe ja dërgoi pejgamberin alayhis salatu wassalam me anë të Kur'anit dhe Sunnetit, ai edhe promovoi, kultivoi dhe zbriti vlera humane dhe morale të cilat do të ishin të domosdoshme për një shoqëri njerëzore. Por nga ana tjetër Allahu fuqiplot e njeh edhe natyrën e dobët të njeriut, i cili si zakonisht ndikohet nga rrethi dhe ambienti në të cilin jeton. Jetë mes dhe ambient që realisht nëse është i pastër dhe i shëndosh, ai ndikon në atë të qenurit e njeriut i drejt, i pastër dhe i shëndosh, por nëse do të jetë një ambient dhe rreth i ndyt, padyshim se ai do të ndikon tek njeriu që realisht edhe njeriu të jetë i dopt. Për atë edhe vjen Ramazani si muaj i plot që Allahu fuqiplot e përzjodhi, fillimisht për të zbritur Kur'anin famëlart, po më pastaj edhe për të dërguar pejgamberin alayhis salatu wassalam dhe për të filluar shpallja e Kur'anit, për të na treguar se çfarë kujdesi i ka dhënë Allahu fuqiplot realisht njeriu dhe se si me anë të dispozitave, parimeve islame ka insistuar që njeriu të jetë në nivelin sa më të lartë të vlerave të tij morale dhe humane dhe mos të bjen në ndikimin e rrjedhave, sfidave dhe filozofive të ndryshme të cilet tentojnë që njeriu ta zbresin në moçalet e antivlerave. Ne do të mundohemi në disa pika të shkurta të flasim për disa vlera të cilat Ramazani ndikon në fuqizimin e tyre. E para vlerë për të cilën ne si besimtar duhet të kemi parasysh se bëhet fuqizimi i saj është besimi në Allahun fuqiplot. Kjo vlerë shumë e shtrenjtë e cila njeriu fillimisht ja përcakton pozitën në mesin e krijesave të ndryshme në këtë univers. Njeriu i tregon dhe i përgjigjet për ato pyetje të cilat e kanë shoqëruar atë prej në të kaluarën, ajo është se nga vjen, pse ka ardhur dhe ka do të shkon. Njeriu i tregon se sa është e nevojshme që të jetë i lidhur me Allahun fuqiplot, se përndryshe në momentin kur ai të pavarësohet nga krijuesi, s'ka as pak dyshim se kanë për ta zënë në ndikimin e tyre filozofi dhe ideologji të ndryshme, të cilat kanë për t'ia zbritur nivelin dhe kanë për ta denigruar në nivele shumë të ulta, saqë ai ka mundësi t'ia kalon edhe shtazëve në
punët e liga të cilat do t'i bën. Padyshim se ky besim i nevojitet njeriut edhe që të jetë i lidhur vazhdimisht me idealet e larta, të punon për punë të pastra dhe të mira dhe të largohet nga gjitha gjërat e këqija. Ky besim gjatë Ramazanit fuqizohet me anë të namazeve të cilat i kryen besimtari, qofshin ato obligative apo qofshin ato edhe vullnetare. Ky besim gjatë Ramazanit fuqizohet edhe me leximin e Kur'anit famëlart, që Allahu fuqiplot në atë ka zbritur shumë fakte, shumë argumente, shumë informata mbi situatën atyre popujve të cilët kanë ditë që të jetojnë me besim se si kanë arritur të zhvillohen dhe të jenë të lumtur, po edhe situatën atyre popujve të cilët janë zhveshur nga besimi dhe kanë rënë në ndikimin e djallit, se si kanë përfunduar në shkatrim dhe si kanë përfunduar në degenerim. Ramazani është mundësia më e mirë që ne ta fuqizojmë besimin ton, ta përforcojmë lidhjen ton me Allahun, të i shijojmë dhuntit e Allahut në këtë muaj dhe të bëhemi prej atyre që Allahu fuqiplot do të mburret me ata dhe do të i shpërblejnë për hir të veprave të mira të cilat i bëjnë. Ramazani është mundësi po ashtu për ta fuqizuar edhe një prej vlerave shumë të rëndësishme që i duhet një shoqërie njerëzore. Ajo është edhe besnikëria, nga se Ramazani në mënyrë praktike kërkon prej neve që të jemi besnik, fillimisht ndaj agjerimit ton të cilin e fillojmë në kohë të caktuar dhe e mbarojmë në kohë të caktuar dhe e agjerojmë në formën e kërkuar nga Allahu fuqiplot dhe ne tregojmë një besnikëri dhe sinqeritet të plot ndaj Allahut fuqiplot, duke kryer një adhurim për të cilën askush nga njerëzit nuk ka qasje për të ditur se jemi duke agjiruar dhe si jemi duke agjiruar, por ja që njeriu nëpërmjet këtij adhurimi mëson që ta kultivon, do të thotë, vlerën e besnikërisë. Kjo vlerë të cilin e kultivon njeriu gjatë Ramazanit nuk do të thotë që duhet të ngel vetëm se në këto nivele, por ajo duhet të kalon edhe në raportet tona familjare, ajo duhet të kalon edhe në raportet tona ndërnjerëzore, ajo duhet të kalon edhe në raportet tona në biznes, në studim, në jetë, në përgjithësi, nga se jemi dëshmitar që kjo vlerë sot për fat të keq është zbehur, apo mos të themi që është asgjësuar në disa rafshe të jetës tonë. Besnikëria është e domosdoshme dhe korrektësia është e domosdoshme në raportet tona prind-fëmijë, fëmijë-prind, ajo është e domosdoshme në raportet tona punëdhënës dhe punëtor dhe punëtor dhe punëdhënës, është e domosdoshme në raportet tona profesor, student dhe nxënës dhe nga ana sjelltas nxënës, student dhe profesor, dhe është e domosdoshme edhe në raportet tona të shërbimeve të ndërsjella të cilët i bëjnë njerëzit në momentet kur huazojnë apo angazhojnë punëtor të ndryshëm për të kryer ndonjë punë. Vlera e dytë të cilën e fuqizon Ramazani është një vlerë tetë e domosdoshme për mirëqenjen, për zhvillimin dhe për kohezionin e shoqërisë njerëzore, dhe ajo është vlera e besnikërisë, të cilën Ramazani insiston ta ndërton në një formë praktike, nga se ai kërkon nga besimtari të fillon agjerimin e tij në kohë të caktuar, ta mbaron agjerimin e tij në kohë të caktuar, ta agjeron ditën në formën e caktuar dhe të jetë i sinqert krejt këtë ta bën për hir të Allahut fuqiplot, në momentet kur faktikisht asnjë krijesë tjetër nuk është e njohur për atë se çka është duke bërë. Këtë edhe konfirmon hadithi kutsi në të cilën thot Allahu fuqiplot: çdo vepër që bën biri i Ademit është për atë, por vetëm sa agjerimi ai është për mua dhe unë vetëm se do të shpërblej për atë, nga se ai e braktis edhe ushqimin dhe pijen për mua. Për atë, ne si shoqëri kemi nevojë më së tepërmi ta fuqizojmë këtë vlerë në momentin kur për fat të keq është zbehur apo asgjësuar kjo vlerë, nga se sot jemi me një situatë ku pothuajse besimi në mes të njerëzve është humbur apo është dobësuar. Kjo vlerë na nevojitet në raportet tona familjare, që burri të jetë besnik ndaj gruas, gruaja të jetë besnike ndaj burrit, prindi të jetë besnik ndaj fëmijëve, fëmijët të jenë besnik ndaj prindit.
Profesori të jetë besnik ndaj studentëve dhe nxënësve dhe anasjelltas edhe studentët dhe nxënësit të jenë besnik ndaj profesorit, po edhe punëdhënësi të jetë besnik ndaj punëtorëve, po pse jo edhe punëtorët të jenë besnik në kryerjen e punës së marrë mbi supe ndaj punëdhënësve. Dhe kjo si vlerë na nevojitet në gjitha rrafshet e jetës tonë, nga se pa këtë vlerë në momentin kur të lejojmë që kjo të dobësohet dhe të zaventësohet me një mashtrim dhe tradhti të ndërsjell, besoj që kjo do të ndikon edhe në ftohjen e raporteve njerëzore, por edhe në ngecjen e zhvillimit të jetës njerëzore. Vlera tjetër që Ramazani e kultivon tek besimtari është vlera e bujarisë, e cila vjen ndesh me egoizmin dhe kopratësin, nga se këtë vlerë Islami insiston ta mbjellë në mënyrë praktike dhe ta shijon të kundërtën e kësaj vlere njeriu gjatë ditës së Ramazanit, nga se gjatë ditës kur agjiron ai do të ndjen edhe etjen dhe urinë, dhe kjo do t'ja bën që të kupton se sa është e rëndë që të jetojsh pa ushqim dhe pa pije dhe të jetojsh në varfëri. Kjo do të ngjallë tek ai dëshirën dhe vullnetin dhe iniciativën për të i ndihmuar ata të cilët jetojnë në varfëri, në një kohë ku materializmi bashkëkohor po e bën të veten që të pasurit edhe më tepër të pasurohen, kurse shtresat e varfura edhe më tepër të varfrohen. Dhe Islami vjen me konceptin e tij ku kësaj vlere i jep një theks të veçantë, e sidomos kur na tregohet që pejgamberi alayhis salatu wassalam gjatë këtij muaji ishte më bujar se sa muajet tjera. Në këtë muaj preferohet që besimtari ta jep zekatin, në këtë muaj preferohet që besimtari të jep lëmosh dhe sadaka, dhe në këtë muaj preferohet që besimtari ti ofron dhe forcon lidhjet familjare me familjet dhe miqtë e tij, duke shkuar dhe duke i ftuar në iftare të përbashkëta. Pra, vlera e tretë që Ramazani insiston ta fuqizon tek ne është vlera e bujarisë. Vlerë tjetër që Ramazani insiston ta fuqizon është vlera e vetë disiplinës, që realisht njeriu të arrin të kontrollon ndjenjat e tij, instiktet e tij, epshet e tij dhe mos të bëhet sklav i dëshirave shtazarake të cilet i ka. Nga se Allahu fuqiplot në mënyrë praktike i tregon njeriu se o ti njeri ti posedon fuqi nëse vullnetin tënd do ta përdorësh që realisht ta kontrollosh veten dhe të jesh pranë vlerave të pastra morale dhe të largohesh nga antivlerat amorale. Për atë se në Ramazan, Allahu fuqiplot i tregon njeriu se nëse ti je në gjendje që të braktisish ushqimin halal dhe pijet halal, që janë të domosdoshme për jetën tënde, atëherë pse nuk je në gjendje që edhe në Ramazan, po edhe jashtë Ramazanit, ti braktisish gjërat të cilet janë të dëmshme për ti dhe janë haram. Pra, në mënyrë praktike, Allahu fuqiplot dëshiron të ndërton tek ne vlerën e vetë disiplinës dhe kontrollit, që njeriu të kontrollon dëshirat e tij, epshet e tij dhe instiktet e tij, dhe të jetë prej atyre që Allahu do t'i lartëson e jo prej atyre të cilët do t'i denigron. Vlerë tjetër që është më rëndësi të përmendim se Islami insiston ta fuqizon nëpërmjet Ramazanit, është vlera e ndikimit që besimtari të jeton për një qëllim. Ne sot jemi me një kohë ku një pjesë e mirë e njerëzve, nëse do të i kishim anketuar se cilat janë qëllimet e tyre, disa prej tyre fare nuk kanë qëllime, kurse të tjerët ndoshta i kanë të mjegulluar dhe të paqarta qëllimet e jetës së tyre. Kurse Ramazani kërkon prej besimtarit që këtë vlerë ta ketë të fuqizuar dhe të kristalizuar, për atë se pejgamberi alayhis salatu wassalam në hadithin e tij thot: "Men sama Ramadane imanen wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kush agjiron muajin e Ramazanit me besim të pastër në Allahun fuqiplot dhe me shpresë në shpërblimin e tij, kam për t'ju falur mëkatet e tij. Pra, na paraqet para nesh një qëllim të qartë
me ditë të numëruara, me orë të caktuara dhe me formë të definuar që besimtari duhet ta arrijë. Nga se ne e vërejmë se një pjesë e mirë e besimtarve ndoshta kanë qëllimet e tyre, por nuk i kanë të definuara, nuk i kanë të përcaktuara, nuk i kanë të njohura dhe si rezultat i kësaj ndoshta edhe dështojnë në përpjekjet e tyre për të realizuar qëllimet e tyre. Kurse Islami kërkon nga ne që të jetojmë për qëllime madhore, që të i përcaktojmë dhe kuptojmë të njëjtat dhe që të sakrifikojmë për arritjen deri tek ata. Kemi edhe shumë vlera tjera të cilat Ramazani insiston të fuqizon, por ne do të përmendim në fund edhe njërën për atyre është vlera e solidaritetit dhe socializimit mes njerëzve gjatë muajit të Ramazanit. Me anë të namazeve në xhamat, me anë të iftareve të përbashkëta, me anë të vizitave të përbashkëta, me anë të iftareve familjare që i bëjmë dhe syfireve të përbashkëta, sikurse ne dëshirojmë të i tregojmë kësaj bote dinamike se pa marrë parasysh se sa është jeta dinamike, muslimanët dinë se si të mbrojnë vlerat e rëndësishme për jetën e tyre sociale dhe solidare. Por atë në Ramazan çdo njeri nga ne e shijon, e ndjen këtë ëmbëlsi të risocializimit të besimtarve, po edhe të familjeve në tërësi, nga se para Ramazanit parashtrohet pyetje kur familje kanë ngrënë darkë apo mëngjes së bashku, apo kur janë vizituar, po ja që vjen Ramazani dhe realisht insiston të rikthen këtë vlerë të rëndësishme shoqërore dhe na bashkon në syfir, na bashkon me familjarë edhe më të gjerë në iftar, na bashkon me besimtarët në iftare kolektive, na bashkon me shumë njerëz edhe në namazet të tarabive dhe kështu Islami e rikthen një vlerë vitale për kohezionin, stabilitetin dhe dashurinë e ndërsjellë të besimtarëve në shoqërinë njerëzore. Për atë është shumë më rëndësi që ne mos të kalojmë në aspekt sipërfaqësor ndaj këtij adhurimi, por të zhytemi në thellësinë e tij për të i kuptuar urtësitë, për ta nxjerrë atë energji dhe atë fuqi të cilën e ka ky obligim islam, për të i rikthyer vlerat jetike dhe të rëndësishme në nivelin e duhur, pa të cilat shoqëria njerëzore ndjehet e plog, ndjehet e lodhur dhe ndjehet e zbehur. Lut Allahun fuqiplot në përfundim të kësaj ligjërate që të gjithë besimtarëve t'ua mundson që ta fuqizojnë besimin e tyre dhe lidhjen e tyre me Allahun, ta ndërtojnë vetinë e besnikërisë në raport me Zotin dhe raport me njerëzit. Lut Allahun xhaleshanu tek ata të mbjell dhe të i nxit në bujari. Lut Allahun xhaleshanu t'ua fuqizon atyre vetë disiplinën dhe lut Allahun xhaleshanu që t'ua mundson që të shijojnë kënaqësinë e një socializimi dhe do të thotë vizite të ndërsjellë në këtë Ramazan. Zoti pranoft agjërimin tuaj, Allahu i pranoft edhe lutjet dhe çdo adhurim që keni bërë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.